Fenomeni shkodran Luiz Eli ka habitur ndjekësit e tij me një video të re ku shfaqet në një ambient tradicional shqiptar, i rrethuar nga këngëtar të muzikës popullore. Ai shihet duke kënduar dhe duke marrë pjesë aktivisht në një interpretim të një këngë popullore që ka ngjallur menjëherë interesin e të gjithëve. Luizi shfaqet me një veshje moderne, por i rrethuar nga artistë të veshur me kostume popullore autentike, duke sjellë një kontrast shumë të bukur që është përjetuar si një ndërthurje mes së vjetrës dhe së resë. Zëri i tij kumbon qartë në video, duke përcjellë emocion dhe një lloj krenarie për rrënjët dhe kulturën shqiptare. Pamjet janë të shkurtëra por shumë domethënëse dhe kanë bërë që shumë ndjekës të pyesin nëse ky është një projekt i ri muzikor i Luizit apo ndoshta pjesë e një dokumentari apo filmi që ai po përgatit. Kujtojmë se vetëm disa ditë më parë ai dhe partnerja e tij Kiara Tito u shfaqën të veshur me kostume popullore dhe të dy realizuan një moment artistik që shkaktoi shumë reagime pozitive. Prandaj, nuk përjashtohet mundësia që kjo video e fundit të jetë vazhdimësi e asaj që ata kanë nisur së bashku, ndoshta një projekt me karakter kulturor apo një klip që do të sjellë një tjetër anë të artit të Luizit. Të gjithë mbështetësit dhe ndjekësit e çiftit kanë nisur të spekulojnë nëse ky projekt do të përfshijë edhe Kiarën dhe Lunën. Apo është diçka që Luizi po përgatit individualisht për të treguar një tjetër dimension të tij si artist. Një gjë është e sigurt, çdo gjë që Luizi publikon bëhet menjëherë virale dhe komentohet pafund. Edhe këtë herë, videoja ka ngjallur kurreshtje dhe vëmendje të madhe. Me siguri shumë shpejt do të kemi të tjera të reja për të zbuluar se çfarë po përgatit fenomeni shkodran që nuk rresh së surprizuari publikun shqiptar.